Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Gjesti ka habitur banorët me një veprim të pazakontë dhe mjaft qesharak. Teksa shijonte muzikën në sfond, ai u afrua pranë një muri dhe, për habinë e të gjithëve, nisi ta puthte atë. Ky moment shkaktoi të qeshura mes banorëve, veçanërisht tek Egli, e cila ishte e pranishme në atë çast. Gjesi duket se bëri këtë veprim me qëllim që të tërhiqte vëmendjen e saj, pasi që nga rikthimi i Eglit në shtëpi ata nuk kishin pasur ende një përballje apo diskutim të drejt për drejt. Pas veprimit të tij, ai u kthye nga banorët dhe me një ton të menduar la të kuptojë se gjesti i tij mund të simbolizonte një dëshirë për një puthje të vërtetë me Eglin. Kjo shkaktoi edhe më shumë të qeshura dhe reagime pozitive nga të pranishmit. Nga ana tjetër, Egli ka deklaruar Gjestit se tani e tutje do ta vë veten në rend të parë. Ti në koshiencën tënde dhe unë në koshiencën time i dim të dy se çfarë gabimesh janë bërë. Unë vazhdoj rrugën time me shumë vështirësi deri në fund. Ju drejtua Egli. Gjesti u kundërpërgjigj. Ti the vazhdo të ndërnun timen, a the kështu, në rregull, unë sërish të bëj timen, gjej kohë që të flas. Siç shihet, Egli është e prerë se nuk do të jetë më e përfshirë në raporte me këngëtarin nga Peja. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.